Viti 1912. Perandoria Osmane po shëmbet. Lidhja ballkanike, Serbia, Malizi, Bullgaria, Greqia ka vendosur të coptojnë tokat shqiptare. Shqipëria në prag të shpalljes së pavarësisë, po kufit e saj janë drejt zhdukjes. Dhe në veri, një qytet do të bëhet mburoja e kombit, Shkodra. Shkodra ishte Chelsea i veriut, lidhte Adriatikun me Kosovën, ishte kalat, fortifikimet e teren të mbrojtur. Zotëronte qendrën e vilajetit Osman të Shkodrës. Sipas burimeve osmane, e kuptuan rrezikun e malit të zi, qysh në vitin 1911 dhe nisën përgatitje. Taraboshi, Bërdica, Dervish Tepe, Fusha e Shtojit, zona e Kirit, Pogore të Thella dhe Pika Zjarri u hapën nga Buna e deri në Vrak. 8 tetor 1912 fillon lufta e parë ballkanike. Malizi, i pari ndër shtetet e lidhjes ballkanike, sulmon perandorinë osmane. Synimi, Tuz, Koplik, Shkodër. Popullsia ikën drejt Shkodrës, e djegjet e fshatrave. Qindra familje ikën drejt qytetit. Shkodra mbushet plot dhe popullsia dyfishohet brenda pak vitesh. Taraboshi, betejë e parë e madhe. 11 tetor 1912. Sulmi mbi Taraboshin. Ky mal dominon gjithë zonën dhe është pika kryesore për marrjen e qytetit. Sipas burimeve, 800 malazes të vrarë, vetëm 27 shqiptar e turq të rënë. Lufta u bë trup më trup për 6 orë pa pushim. Malazezët u tërhoqën për herë të parë. Forcat përballë njëra tjetrës. Ushtria shqiptare osmane, 5.000 ushtarë të rregullt, 10.000 shqiptar vullnetar. Ushtria malazeze, 25.000 trupa, Serbia, 30.000 trupa që rrethonin zonën nga ana e jugut. Aviacioni serb. Serbia përdor 4 avion për bombardimin e qytetit, e nga bombardimet e para në Ballkan. Hasan Riza Pasha, Luani i Shkodrës. Është figura qendrore e mbrojtjes, oficer i lartë, e Akademisë Ushtarake Stambollit. Komandanti i garzionit të Shkodrës, i vlerësuar nga populli, i drejtë dhe i disiplinuar, i gatshëm, të krijojë për qytetin. Burimet e portretizojnë si një general modern, me planifikim të shkëlqyer. Fjalët e tij të famshme, asnjë pëllëmbe Shkodrës nuk dorëzohet gjallë. Qyteti në agoni. Predhat bien çdo ditë, uria fillon të përhapet. Dëshmit tregojnë se njerëzit hanin lëkur kafshësh. Fëmijët binin të fik nga ura. Banorët rrinin në bodrume nga frika e topave. Kolera, tifoja dhe gripi vrasin më shumë njerëz se sa pluma. Janar 1913. Një atentat i mistershëm brenda qytetit. Hasan Riza Pasha vritet pranë shtëpisë së Esat Pash Toptanit, njeri polemizues e ambicios politik. Burimet e përshkruajnë si ngjarja që i theu zemrën qytetit. Pasojat, morali ra, ushtria ngeli pa lider, hapet rruga e dorëzimit. Esat Pash merr komandën dhe nënshkruan protokollin e dorëzimin tek malazezët. Ngjalli reagime të forta, por brenda pak javësh, fuqitë e mëdha ndaluan malin e zi. Vendimi i Europës, Shkodra i takon Shqipërisë. Breti Nikolla detyrohet të heqë dorë nga qyteti. Shkodra shpëton përfundimisht. Edhe pse qyteti u dorëzua sabotueshëm, rrethimi është lufta më e madhe mbrojtëse shqiptare e shekullit të 20. Demonstrimi i unitetit të veriut me Shqipërinë, dëshmi e heroizmit shqiptar. Një nga rrethimet më të gjata të shekullit, 183 ditë. Kjo luftë shpëtoi Shqipërinë e sapo lindur. Pa këtë qendresë, Shqipëria do të ndalojë që në fillim.
Shkodra u rrethua për 183 ditë. U bombardua, u urit, u masakrua. Por ajo nuk u dorëzua. Dhe me rezistencën e saj, ruajti Shqipërinë.